A keni provu salatën me patate oktapod? Në qofë se jo, juftoj të provoni, se është në të vërtet e mrekullueshme, me një shije fantastike. Atëherë fillojmë me recetën. Si fillim, i qërojmë patatet, i lajmë dhe i ndajmë copat mëdha e i vendosim në uzi. Po ashtu vendosim në uzi edhe oktapodin në ujë të nxehtë. Dhe sapo patatet t'jenë gati, i hekum për ujë dhe i ndajmë në copa. Ju hedhim pak kryp dhe i lamë në ftofë. Ndërkohë përgatisim marinimin. Në një tas të thellë hedhim langun e limonit, vajin e ullinit, majdanozin e grim piper e pak kryp, përzim mirë derisa të përfitojmë një masë homogjene. Ndërkohë që oktapodi është zi, e lamë në ftofë, e ndajmë në copa dhe hedhim tek patatet. I hedhim edhe langun e marinimit, përzim mirë me kujdes që mos na prishen patatet. E lajmë sallatën me pushu për disa orë në frigorifer dhe nxjerrim 30 minuta para se ta shërbejmë. Faleminderit.